Qytetarët e Vlorës komentojnë samitin e komunitetit politik që solli në Vlorë 53 lider europian, përfshi president, kryeministra dhe institucione si Bashkimi Evropian, NATO dhe OSBE. Samiti organizuar bashkërisht nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri i vendit Edi Rama, e që u mbajt në sheshin Skënderbej. Qytetarët e Vlorës ndajnë qëndrime pozitive sa i përket samitit, e kryesisht për imazhin e Shqipërisë jashtë vendit. Shumë mirë, s'ka më mrekulli, aq e bukur. Shumë mirë, do thotë, një avantazh i mirë. E kupton, vinë gjithë udhëheqësit e botës, nuk është pak. Edhe bravo për organizimin e përgjithshëm. Mbledhja e samitit në Tiranë do të thotë që gjithë Europa sy ty ka te Shqipëria. Edhe premtimi që bëri Edi Rama për të vajtur në Europë është shumë i vërtet, e konfirmuan ti pjesëmarrja e tyre. Pozitive, patjetër. Ndojshët pulimet e samitit? Ndojshëm, s'po. Çfarë ju ndrojshëm shumë? Ndrojshë që flisim mirë për votimet që u bërë. O, si kemi përcjell, në rrugë kemi qenë. Si keni parë? Ja, si kemi parë. Nga jeni ju? Nga Kosova, në Prishtina, po. Prom kemi orë, si kemi parë. Si ju duket Shqipëria? Shqipëria, fantazi. Mirë, shumë. Shumë mirë. E megjithatë, ka edhe qytetarë që mendojnë ndryshe. Jo. Pse? Do bëjnë gjë për Shqipërinë. Ku nuk bëjnë gjë për Shqipërinë, për çfarë do vlerësoj erdhan, hëngrën në një dash secilin, edhe ikën do bëjnë gjë. Hajde vlla, do vi unë jam larg. Jam në Amerikë. Kam 30 vjet. E vi këtu, s'kam ujë për të larë. Qa do bëj samiti? Çfarë ju të roqi më shumë të samitit të vëmendje? Qa, vetëm ata. Vetëm të grumbulluar, të naroj i gjati që i përullet motrës. Tirana ishte të premten e 16 majit kryeqendra e Europës, teksa mirëpriti samitin e komunitetit politik, një event që u mbajt për herë të parë në vendin tonë.